Shkodra International Art Residence mbylli edicionin e tij të dytë me ekspozitën e çelur në mjediset e Galerisë së Arteve. 20 artistë të artit figurativ nga Europa, India e Mëxhër, pas një jave qëndrimi dhe njohje me Shkodrën, sollën punimet e tyre të frymëzuara nga historia dhe bukuritë e kryeqendrës së Veriut. Shkodra Zdjepi i Artit dhe Kulturës është ajo që i frymëzon të gjithë artistët, është si një lloj magneti për gjithë ata, se mos për artistë të artit figurativ. Atëherë është edicioni i dytë i këtij aktiviteti dhe po themi titulli i plot është Shkodra Residence, aty ku arti kthehet në identitet, sepse arti këtu është shtëpinë vet. Artistët që vijnë kryesisht nga Europa, po edhe nga lëvëndjet e largëta, si kemi nga India, nga Mbretëria e Bashkuar e tjerë, kanë ndërë një javë, kanë marrë nga Shkodra, nëse ju shikoni gjenin pasqyruara edhe legjendat e vendit, natyrën, traditat, në mënyrë drejt për drejt, apo edhe në mënyrë, po themi, në stil modern të pikturës. Pjesëmarrja e artistëve në kontributin si më thonë, bashkimit të artit me vendet e ndryshme të Europës, të cilët shkëmbejmë eksperienca, ka teknika, diferenca ndryshme në qasjen e artit, dhe paka shumë dhe më thonë përmbledhja e gjithsaj është një vazhdimsi edhe ku ka më bukur se në qytetin e Shkodrës. Është hera ime e parë në Shkodër dhe po prezantoj punën dhe pasionin tim. Jam kërcimtare profesioniste dhe më pëlqen të promovoj lëvizje që realizoj gjatë kërcimit. Ajo që më bëri shumë përshtypje është historia dhe tradita e këtij qyteti vërtet të mrekullueshëm. Kam vizituar shumë vende kalan, muzet, urën e mesit dhe jam impresionuar nga gjithçka. Shkodra International Art Residence edicioni i dytë u mbështet nga Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit dhe Bashkia e Shkodrës. Për disa nga piktorët u shpërndan edhe certifikata mirënjohje për punët e tyre.